E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të ndarë me ju edhe njëherë ngjarjen që në fakt ka tronditur të gjithë opinionin shqiptar, vendimi i largimit nga shtëpia e Big Brotherit nga Alba Pollozhani. Alba Pollozhani, si një nga banoret më të përfolura, si një nga banoret më të komentuara, pjesë e çdo prajmi, pjesë e çdo diskutimi, pjesë e çdo debati, filiz, le të themi, e çdo ngjarjes në shtëpinë të Big Brother VIP Kosova dhe pretendente për fitoren e çmimit të madh. Në fakt, publiku ishte bindur që Alba do ta fitonte këtë çmim, që Alba do të kurorzohej me kurorën e fitores, por siç duket, durimi ka një kufi. Do me thënë, shpirti aq mund të duroj. Jo të gjithë njerëzit janë luftarak ashtu siç duken apo ashtu siç tregohen. Alba Pollozhani, me vendim të plot të saj, natën e mbrëmshme vendosi që të tërhiqet nga ky rrugtim për më shumë se 2 muaj e gjys brenda asaj shtëpie. 2 muaj e gjys ka qenë ndër banoret më të fokusuara në lojë. 24/7 ka qenë në lojë, e vetmja banore që e zbuloi dhe sekretin e hyrjes së xhenetës. Alba natën e mbrëmshme në orën 4 të mëngjesit ka vendosur që të largohet nga shtëpia dhe ka dalë nga shtëpia Big Brotherit. Nga informacionet që kam unë, ndarja nuk është se ka qenë një ndarje e mirë kuptueshme nga ana e produksionit, do me thënë ka qenë një ndarje pak si me luftë në një farë kuptimi, sepse Alba që në momentin kur ishte në dhomën e ndenjës dhe më pas shkoi në dhomën e gjumit, pati një lloj konflikti me Jonidën dhe Jonida në një farë mënyrë e përzuri nga shtëpia, edhe pse nuk është era parë kjo që ka ndodhur me Albën, që ja kanë bërë kat videot në formën se si kanë dashur ato dhe Albën e kanë nxjerr në mënyrën ndoshta edhe më të keqen, sepse fundja fundit banorët i shohin më mirë gjërat brenda. Por kurreshtja e publikut është të dinë në qoftë se Limi brëm e ka pritur. Limi nuk ka patur dienin, nga informacionet që kam unë, se Alba do të dilte. Do të thënë, ka qenë vendimi i Albës që Alba do të lërë shtëpinë e Big Brotherit. Limi nuk ka reaguar në asnjë mënyrë në Instagramin e tij. Nuk është se ka patur mbrëm takim me Limin. Alba, me sa unë ka marrë informacione, do të thënë, akoma qëndron në Kosovë, nuk është kthyer akoma në Tiranë. Alba banon në Tiranë së bashku me vëllaun e saj. Me patjetër që do të kthehet në Tiranë, do të del në për intervista, do ta tregon të gjithë të vërtetën dhe sekretin. Tani për çështjen e mbulesës, nëse ajo do të vej tani shamin pasi që do të del nga shtëpia, që ka dalë në fakt nga shtëpia e Big Brotherit, është e drejta e saj, por natën e mbrëmshme Alba ka qenë e destinuar në një nga hotelet e Prishtinës. Tani nuk ka detaje në qoftë se produksioni ja ka paguar hotelin, dhomën apo jo, besoj që po, sepse nuk mund t'i lërë produksioni banorët në rrugë, nga që ka një kontratë të nënshkruar banorët me këtë formacion, por që ka patur një takim me Limin apo e ka pritur Limi Albën, kjo gjë nuk është e vërtet. Limi në një intervistë në linjë telefonike në Andale tha që ajo se çfarë ka ndodhur brenda me Albën ka qenë një lojë, ndoshta këtu edhe u kuptua më që do me thënë Alba ka qenë le të themi viktime produksionit dhe produksioni e ka përdorur se si ka dashur vetë, por të gjitha ne do t'i kuptojmë në ditët në vazhdim, me patjetër në reagimet e Albës. Siç duket, Alba e ka marrë celularin dhe pranon të gjitha story që shkojnë në kuadër të saj, ndoshta mund t'i pranon dhe admini dhe Alba nuk mund të ketë celular, është parë në gjendje shumë të rëndë, është dëgjuar në gjendje shumë të rëndë psikologjike brenda bisedës që ka bërë me produksionin, por siç thuhet, do të thënë, produksioni është kujdesur që ajo të sistemohet në një hotel. Tani do të jetë në talk Big Brother, Alba e ftuar apo jo, këtë gjëra do t'i lejmë gjatë ditëve në vazhdim. Por që ka patur një takim me Limin, ose ka shkuar Limi të atakon, ose ka pritur Limi, kjo gjë nuk është e vërtet, pasi që lajmet flasin lart edhe po që Limi ka ikur të atakon. Limi nuk ka bërë asnjë lloj postimi, nuk ka bërë asnjë lloj lëvizje, ndoshta sot mund të shkon të atakon edhe mund të bën një foto me Albën për t'i treguar publiku që Alba është shumë mirë, dhe ndoshta Alba më pas do të merr vendimin për të vënë edhe shamin dhe për të nisur rrugtimin e saj drejt besimit islam.